Po normal është, po ato kanë ndodhur dhe lojtarë shumë më të mëdhenj, domethënë kanë huq penallti edhe kampionat botëror, domethënë edhe finale. Po ndodhi se penalltin ja pa ta dhënë, se unë i shutojsha edhe penalltit edhe para asaj. Zhelës tu kur ja dhash 3 golle, domethënë penalltin e shutova unë edhe e pa ta dhënë gollin. Mirë po, atë ditë ndodhe diçka që ai portieri dule edhe shumë edhe ma mbrojti që faktikisht edhe nuk duheshte del, edhe ndodhe që mra shumë keq për arsye se atë vit ishim, domethënë atë vit ishim në një situatë shumë pavolitshme, domethënë që në fund edhe ra nga liga e parë, edhe pse edhe pas asaj ndeshje, domethënë kishim edhe ndeshja tjera, mirë po ashtu me thonë u bo dhe ai ishte me të vërtetë, si them që kom pas momentin më të mirë tjetës debitimi kundër Zvezdës, domethënë faktikisht edhe ajo huqja e penalltisë, domethënë ndaj Željezničarit ka lanë një që sot ende e kujtoj, mirë po i ndodhi çdo kujt. Se me të vërtetë ta japish çdo herë atëherë gjithë kanë mendu, ta japish goll pi penallit, pi penallit të pirë, po ta huqish, për që ato përgjegjësia është mjaft e madhe dhe për qashtu që po ndodhe edhe në atë vjet, domethënë faktikisht edhe rampi ligës.